dytë të pezullimit, ngjarje që ndodhen në stadiumin San Mamés në sfidën kundër Bilbaos. Ronaldo, i cili ishte protagonist në mesjavë kur ndihmoi skuadrën për të fituar kundër Atletikos dhe mbi të gjitha për të kualifikuar për në finalen e Kupës së Mbretit. Aty ku do të ndeshet me Barcelonën, mbetet për të përcaktuar datën në cilën do të luhet ndeshja. Ishte parashikuar në fillim data 19 prill. Pritet të spostohet 1 ose 2 ditë. Shohim çfarë do të vendos pra Federata Spanjolle gjatë këtyre ditëve për të konfirmuar zyrtarisht ditën që do të luhet klasike e finales së Kupës. Mber topi, ndërkohë Gavilan provon të shkojë përpara Pepe i ndryn. Ka një faull goditje dënimi. Shtari i takimit është Pedro Perez, ai që drejton këtë sfidë mes këtyre dy skuadrave. Realit përgjithsisht i ka ecur mjaft mirë ndër Getafes në vitet e fundit. Mjafton të kujtojmë dy fitoret e arritura së fundmi 4-1 dhe 4-0, por në vitin 2012 në këtë stadium u mund me rezultatin 2-1 skuadra Getafes. Edicionin e fundit që drejtohej nga Jose Mourinho. 4 gola i shënoi Villarrealit fundjavën e fundit në kampionat. Edhe pse në fush nuk ishte Ronaldo, ishte që është rikthyer Bale dhe sot luan së bashku me Benzema dhe Ese Rodriguez. Provohet një top në qendër nga Bale. Ai ka larguar më pas Lopez. Një parë për Gareth Bale, 15 ndeshje, 9 gola, ka një mesatare golash me të vërtet për të admiruar edhe pse ka luajtur më pak nga shpriti. Arbeloa e mban topin, ka shqetësimin e Gavilan, ndryrë pa rregullt, përsëri goditje dënimi. Edhe një moment i ndryrës së Gavilan. Ka disa pika të forta skuadra e Getafes. Një për dy janë lojtarët nga krau, pikërisht Gavilan dhe Pedro Leon. Pedro Leon madje është lojtar që ka veshur dhe fanellën e Realit Madridit për 3 vite, por ka luajtur shumë pak, vetëm 6 ndeshje, ishte një periudhë me të vërtet për të harruar sa më shpejt. Është rikthyer te Getafe për të kujtuar kohët e tij të arta. Topin e merr Xabi Alonso. Pasimi për tek Di Maria, më pas del nga mbrojtja Sergio Ramos për Marcelon. Topin e qendër Di Maria. Tenton të kaloj, ka gabuar Valera më pas, provon të nxjerrë skuadrën. Një top gjatë. Ka si lojtar përpara për të shfrytzuar, mund ta kontrolloj Sergio Ramos. 13 ndeshje që nuk është mundur pra Reali Madrid, vetëm 2 kanë qenë barazime. Njëri kundër Osasunës 2-2 në Pamplona dhe tjetri me Bilbao përsëri jashtë fushë 1-1. Të gjitha ndeshjet e tjera më pas kanë qenë fitore. Topi Di Marias provohet drejt zonës, ka ndryrë. Ke larguar Juan Rodriguez, pas në qendër provon përsëri Reali Madridit me Bale. Pasimi përpara për tek Ese Rodriguez, provon drejt zonës Ese Rodriguez, goditja përfundon në rrjet. Minuta e 5, Ese Rodriguez, 8 gola në kampionat. Ky është ylli i ri i Realit Madridit. Lojtari i ardhur nga kantera dhe kjo i shijon më shumë madrilenëve kur bëhet një idhull. Ese Rodriguez lëviz mjaft bukur dhe ndëshkon portierin Moja me këtë goditje perfekte. Shohim mirë pasimi Bale mes dy lojtarëve. Ese Rodriguez vjen cepin tjetër. Të riqen kundërshtarët i lënë një hapësirë, këmbën e djathtë. Lojtari i shpresave të Spanjës, shohim një goditjen perfekte. Sa po pa një hapësirë, godet në cepin tjetër. Ese Rodriguez. I duhen dhe 2 gola për të barazuar rekordin e Raul me 10 gola në vitin e tij të parë kur u grumbulluar tek Reali Madridit. Deri tani ka shënuar 8 gola Ese Rodriguez. Është bërë një lojtar shumë i rëndësishëm dhe të mendosh se në fillimin e edicionit ishte Isco dhe Morata ata që pëlqeshin më shumë nga trajneri Ancelotti dhe ku klubi kishte synimet më të mira. Më pas pak nga pak Ese Rodriguez arriti të fitoj besimin e
trajnerit Ancelotti dhe sot është bërë një lojtar me të vërtet shumë i rëndësishëm dhe të mendosh se kur të rikthehet dhe Ronaldo do të ketë shumë probleme për të vendosur formacionin më pas treshen përpara Ancelotti, pasi se Rodriguez do duhet të përballet me Benzema, me Bale, me Ronaldo. Topin e kontrollon në krah Vigaray. Arbeloa. Nxjerr topin jashtë në rivën anësore. Carlo Ancelotti ka fituar kupën në Itali, ka fituar kupën gjithashtu dhe në Angli. Ka shkuar në finale kupës së mbretit, shohim nëse do të arrijë të fitojë këto 3 kompeticione, 3 vende të ndryshme. Këtë vit madje ka meritën se ka çuar Realin e Madridit në finalen e kupës pa psuar asnjë gol në këtë kompeticion. Edhe pse duelet i ka patur më të vështira se të Barcelonës. Është me Spanjolin, është me Atletikon e Madridit. Xabi Alonso provon topin e gjatë në krahun e djathtë ku ka dalë Arbeloa. Pasimi është perfekt, kërcimi vjen drejt zonës. Nuk largohet topi si duhet. Bale ka mundësi. Për një fintë të parë Bale, tre lojtarëve përsëri Bale, shkon drejt fundores. Largon topin Alexis, goditje nga këndi. Ka shumë alternativa për të gjetur rrugën e rrjedhës Reali Madridit. Lojtarë që provojnë një lojë sulmuese. Duke se po përmirësohet nga ndeshje në ndeshje, duke qenë një kandidat për të shkuar në fund çdo kompeticioni, edhe Champions League-s, por dhe kampionatit ku duhet ta diskutojmë me Barcelona dhe Atletico. E largon topin nga mbrojtja Juan Rodriguez, provon të niset në krahun e djathtë. Diego Castro por shumë i fort. Topi i pakapshëm. Rivoni anësore. Topin është Marcelo. Ese Rodriguez tenton ta kthej prapa ka ndryrë. Diego Castro provoi pasimin për tek Kolunga. Nuk arriti dot ta gjej. Bale niset në krahun tjetër, vjen dhe Arbeloa përpara. Bale. Pasimi është për tek Di Maria. Topi në krahun tjetër për Marcelo. Shohim me sa lojtar avancon përpara Reali Madridit. Marcelo përpiqet hy drejt zonës. Në momentin e fundit e ka larguar topin Alexis. Hapet lojë në krahun e djathtë për tek Valera. Borja Fernandes. Lojtari i cili ka luajtur 10 vite me Realin e Madridit, që nga skuadrat e moshës deri tek ekipi i parë. Borja Fernandes më pas u largua në Getafes. Është mik me shumë futbollistë Realit Madridit, cilët kanë ndarë skuadrat e moshës. Për tyre Diego Lopez, Casillas. Topin e kontrollon Vigaray. Alexis. Pasimi për tek Lopez. 10 minuta lojë, 1-0 për Realin, Ese Rodriguez, autori i golit. Modric. Lëviz në qendër Bale, topi shkon për tek Arbeloa. Kthehet prapë për Diego Lopez. Ai që luan në ndeshjet e kampionatit, në Kupë dhe në Champions League. Në port futet Iker Casillas. Ese Rodriguez e ka marrë topin. Provon nga qendra. Mes dy lojtarëve tenton një pasim për Benzema. Nuk arriti dot ta gjejë të lirë. Ky është Luis Garcia Plaza, trajneri që drejton skuadrën e Getafes për 100 ndeshje në këtë skuadër. Ku që ka patur një pozicion pa rregull të Benzema.
Valera. Pasimi për tek Juan Rodriguez. Rrotullon Di Maria, vonohet disi, por ka gjetur Pedro Leon në krahun e djathtë. Nisë përpara Pedro Leon. Topi për Diego Castro. Afrohet prapa edhe Jose Rodriguez, topi është devijuar, goditi nga këndi. Ka mundësi pas 11 minutave të shfaqet në zonën e Realit Madridit edhe skuadra e Getafes. Kampionatin e kryeson Barcelona me 60 pikë, në vendin e parë Atletico gjithashtu ka 60, se fiton dhe Reali do të bashkohet me ta. Por në krahasim me Realin e Madridit, dy skuadra tjera kanë patur ndeshje disi më të lehta. Duke parë se kanë luajtur dhe brenda fushe me skuadra që gjenden akoma në vendet e fundit në renditje. Rayo Vallecano që mund me rezultatin 6-0 në Barcelona dhe Valladolidi që mund nga Atletico 3-0. Provohet krosimi Pedro Leon, ka larguar topin Sergio Ramos, goditi nga këndi. Pranë topit është Pedro Leon për të ekzekutuar këtë goditje këndi. Simi vjen drejt zonës, largon Xabi Alonso. Ka ullur topin Kolunga. Pasimi përpara Pepe. Provon Bale për të nxjerrë skuadrën. Me ull topin Di Maria. Tenton këtë pasim pas për Jose Rodriguez. Gareth Bale. Di Maria. Sposton lojën drejt krahut tjetër për Benzema. E kthen në qendër, vjen Marcelo. Ka ndryrë Pedro Leon. Pas topi kthehet portieri Moya. Është portieri Mallorcës. Pepe. Ka mirë sot në Madrid, i diell madje shumë i fortë. Diego Castro. Topi spostohet në krahun e djathtë për tek Valera. Pasimi përpara ka ulur Kolunga. Ofrohet Pedro Leon, mes dy lojtarëve. Tentohet kombinimi, ka bllokuar Arbeloa. E rimerr Reali Madridit me Modric. Niset Benzema në krahun e djathtë. Topi për të. Kontrollon Benzema pret ardhjen e Gareth Bale. Shkon në fundore Bale, krosimi drejt zonës. Duart e portierit. Topi Gareth Bale. Diego Castro. Një korridor përpara, një dalje e mire Gavilan. Në qendër është Borja Fernandes, krosimi devijohet nga Sergio Ramos. Arrin po veti pari mbrojtësi i Realit Madridit. Fiton të rivënien sore pas prekjes Diego Castros. Shëritin e kapitenit Sergio Ramos. Arbeloa, qënë për para. Nuk arrin të kontrolloj Bale. Në rimer topin Juan Rodriguez. Është devijuar nga Borja Fernandes. Ka një ndryrje nga ana e Xabi Alonsos. Është do të jetë i shtrirë në fushë mes fushori. Ndërkohë Kolunga drejt zonës. Nuk godet do të parën. E kthen topin prapa për Gavilan. Simi drejt zonës Xabi Alonso. Provohet tentativa nga distanca. Topi përfundon jashtë. Ishte Juan Rodriguez. Që është mbritur Borja Fernandes. Shkeru me taka në pjesën e pulpës Xabi Alonso, nga kjo pamje duket qartë. Largon topin Diego Lopez. E rimerr Getafe në qendër për gabon në pasim. Lopez ka probleme përsëri.
Sa duket për Alexis. Është përplasur me Benzema. Ka goditur me pjesën e gjurit Benzema përpara. Të qëndronte një goditje dënimi në këto çaste. Karim Benzema është në bisedime për të zgjatur kontratën e tij me Realin e Madridit, kontratë e cila përfundon në 2015, por bisedimet janë për ta çuar deri në 2018 ose dhe më shumë. Dhe të dyja palët janë të kënaqura me një gjë të tillë. Bale, ofrohet Arbeloa. Topi përsëri për Bale. Krosimi vjen drejt zonës. Shtu në dytë ishte gati Ese Rodriguez, e ka prekur më pas Moria Fernandez. Topi për te Gavilan. Diego Castro. Pasimi përsëri përpara për te Kolunga, është i shpejt Kolunga në duel me Pepen. Shkaktuar një faul Kolunga. Ka ndryrë gjyqtari. Shën në momentin. Xabi Alonso. Vetëm me qetësi Reali Madridit po e kontrollon këtë ndeshje. Edhe goli i shënuar shpejt bën veten, sidomos në aspektin psikologjik. Marcelo. Topi për Di Maria. Sergio Ramos ka parë lëvizjen e Arbeloas, në zonës Arbeloa provon ta kthej prapa. Të kishte goditur vetë në atë pozicion në të cilin ndodhej Arbeloa. Modric, topi drejt zonës për Ese Rodriguez. Del Moja dhe nisë për para me shpejtësi. Marcelo. Pasimi në qendër për Di Marian. Provon të nisë përpara Di Maria me tre kundërshtarëve, ka humbur topin Diego Castro. Juan Rodriguez. Kombinon me Moria Fernandez, pasimi i kthimit ishte shumë i fortë. Benzema gabon dhe ai në tentativën për gjetur Di Maria. Gavilan. Ka kaluar Arbeloa, Gavilan. Krosimi vjen drejt zonës, devijohet topi, më pas në rëmuj largon Pepe. Kontrollon Benzema. Nisë përpara Ese Rodriguez. Shumë i shpejt Ese Rodriguez e mban topin. Shkon t'i bllokoj rrugën Alexis, por pasimi i tij në qendër zonës është devijuar nga ana e Vigarajt. Ese Rodriguez pra në minutën e 5, ai që jep avantazhin Realit Madridit. Alonso. Marcelo. Xabi Alonso, prama për tek Di Maria. Gareth Bale ka ulur. Ofrohet dhe Gavilan për të ndihmuar Vigarajn. Bale provon vetë nga distanca. Bale. E rrezikshme e goditje me të majtën. Rriti ta mbaj topin Moja. Shojmë në lëvizjen e Bale. Topi ka kërcyer çuditshëm në momentin e fundit. Di Maria. Ese Rodriguez. Pasimi për Benzema. Tenton një grosim drejt zonës. Tani Benzema.
Topi prapa Xabi Alonso për Modric. Përsëri Xabi Alonso. Modric. E bon Sergio Ramos se ka humbur topin. Kërkohet përpara Kolunga, gabon Pepe, ka mundësi Kolunga. Shkon për të shkuar i vetëm përballë portierit, Kolunga avonohet. Pepe e ka bllokuar përsëri. Në momentin e fundit gaboi vet Pepe, por u rikthye fal shpejtësisë. Shumë mirë gabimin e Pepes. Edhe pse ishte më përpara Kolunga, dy kontrolle topi e ngadalësuar ritmin e tij. Pepe më pas e bllokoi në momentin e fundit, duke i devijuar goditjen. Nga këndi është Pedro Leon. Ka një grup lojtarësh në zonë, vjen krosimi, Diego Lopez. Nuk rrezikon, nxjerr topin. Edhe një moment i ndryrës e Diego Lopez. 4-1 goditje nga këndi në favor të Getafes. Vjen krosimi në qendër zonës. Topi në rrëmuj. Nga distanca provohet kjo tentativ. Larg portës. Nga ana e Vigarajt. Numri 28. Carlos Martin Vigaray. Është një futbollist i rritur në shtëpinë e Getafes. Sot ka arritur të marrë këtë mundësi të rëndësishme për të luajtur në derbin kundër Realit Madridit, dhe të ketë përballë Gareth Bale. Krahun e tij. Lopez. Sergio Ramos. Topi në qendër. Kontrollon Bale. Alonso përsëri Bale, nisë përpara Modric. Bale provon vet, ka shmangur 3 kundërshtar. Bale i ndryshon më pas Borja Fernandes, ka humbur topin. Gavilan. Kolunga provon të nisë në kundërsulm. Topi në qendër për Pedro Leon mes dy lojtarëve, është rrëzuar. Pedro Leon ka faul. Goditje dënimi në favor të Getafes. Roli rrezikshëm përpara Pedro Leon. Sa duket do të provoj, po vetë Pedro Leon të krosoj drejt zonës. Në krosimi, goditje me kokë. Sa duket ka dhe një faul. Dhe ka qenë pozicioni pa rregullt. Pozicioni pa rregullt për Lisandro Lopez. Çon topi përpara Diego Lopez. Në zonën e Ser Rodriguez e ka prekur me kokë Lopez. Ekran tjetër Arbeloa. Modric. Në një ndryrje Gareth Bale. Në të vide kartoni me sa duket, me takat ngritur Gareth Bale në këtë ndryrje. Nuk e fal mështari Perez Montero. Kartoni verdh. Ndryrje ndaj Borja Fernandes. Është me 33 vjeçar.
Nisur Pedro Leon me këtë krosim drejt zonës. Ka rindot Alexis, e largon topin Pepe. Ka mundësi për të nisur në kundër sul. Ese Rodriguez. 4 kundër 5 Di Maria. Krosimi drejt zonës për Benzema. Ka ullur topin Benzema. 2-0. Karim Benzema. Super aksion i Realit Madridit. Kundër sul perfekt. Dhe goditja e dytë. $14 gola në kampionat për Karim Benzema në 22 ndeshje të luajtura. Edhe ai me vendosjen e re të skuadrës, me këtë modul loje po arrin të shfaqet mjaft mirë. Edhe krosimi Di Marias perfekt. E ul topin me gjoks dhe godet me shpejtësi poshkëmve të portierit. $2-0 për Realin e Madridit, që tani e shtron ndeshjen aty ku e do vetë. Diferenca shumë të mëdha. Pam dhe 4 futbollistë të tjerë që shkojnë të falenderojnë Di Maria pasi, siç thonë gjithmonë, një krosi mirë është gjysma e golit. Topin e kontrollon Alexis. Marcelo. Ka ullur topin Gavilan. Provon të niset vetë në krah. Afrohet Arbeloa. I ka kërcyer topi Gavilan. I bën jansore më pas për këtë Realit Madridit. Modric. Kthen prapa. Sandro Lopez rrezikon disi në të pasim në qendër fushës. Juan Rodriguez, Pedro Leon, devion topin Marcelo, rivën jansore. Ka rimarrë përsëri Reali Madrid. Bale. Nuk kuptua se çfarë kërkojnë të bënte Bale, të godiste portën apo të pasonte për Di Maria. Ndryr me kokë Sergio Ramos. Pepe. Pasimi për Xabi Alonso. Marcelo. Merë të rivën jansore. Topi për Ese Rodriguez, e largon për para Marcelo. 2 kundër 2, me kokë Alexis, ka zgjedhur mirë kohën Arbeloa, më pas topin e këmbët e Pepes. 30 minuta lojë në këtë pjesë të parë, 2-0 për Realin. Ese Rodriguez dhe Karim Benzema. Në një derbi sot disit veçantë pasi mungon Cristiano Ronaldo. Vetë Ancelotti deklaroi se është disi e çuditshme që të përgatisësh një ndeshje pa Cristiano Ronaldo. Ka dhënë 3 ditë pushimi. Ditën e hënë do të kthehet në stërvitje Ronaldo. Provoi të shkonte drejt qytetit tim në Madeira, por moti i keq nuk i dha mundësinë që të udhëtonte me në avionin e tij privat për të çuar atje topin e artë të fituar vetëm pak ditë më parë. Alonso e kthen prapa Pepe. Topin e kontrollon Di Maria. Marcelo. Përsëri Di Maria. Modric, kapsuar një ndërhyrje nga ana Gavilan, goditje dënimi. Luka Modric i ka gjetur vendin ku aftësitë e tij dhe bukuria e tij në lojë duket më shumë Carlo Ancelotti i ka vendosur në mesin e fushës për krah
Xabi Alonsos. E tani më Di Marias. Ka bërë disi kjo treshet harohet edhe mungesa e Kedirës. Sa duket kërkon 4 lojtarë në mur portieri Moja. Sa duket do të provoj Gareth Bale me goditje dënimi. Vjen në shëllima i gjyqtarit, Bale dhe Di Maria. Shtisur Bale. Topi përplaset në mur. Vazhdon aksioni Xabi Alonso, provon drejt qendrës. Ryn Alexis. Marcelo. Karin dot Modric. Borja Fernandes. Është i bllokuar Kolunga, është i vetëm. Sergio Ramos. Ese Rodriguez. Di Maria. Benzema ka shmangu kundërshtari, nisë përpara Benzema. Topi për tek Bale, përballë portierit Bale. Gabon. E kanë nxjerrë topin jashtë. Pa falshme për Gareth Bale, një mundësi e tillë për ta çuar ndeshjen në 3-0. Një vizje shumë e bukur e Karim Benzema. Çuar një goditje me sa duket Di Maria. Edhe një aksioni. Shmangu tërësisht Alexis. Benzema adhuroi këtë pasi për Gareth Bale. Është topin duhet ta kishte çuar në krahun tjetër. Ka prekur me pjesën e fundit të këmbës. Nuk e mos gjetur dot kuadratin e portës Gareth Bale. Prek gjurin Angel Di Maria. Ndërkohë që është ngritur nga stori Asier Illaramendi për siguri. Ky është momenti kur e ka psuar goditjen nga Diego Castro. Sa duket goditja ka ardhur në pjesën e kaviljes. Ndoshta dhimbja pjesën e gjurit. Në nxemje Illaramendi. Ndërkohë Moja në krahun tjetër arrin ta mbaj brenda zone. Di Maria me sa duket është gati për të rikthyer në fush. Diego Castro. Juan Rodriguez për Gavilan. Simi shumë i lartë. Marcelo e largon me kokë. Përpiqet Benzema, Di Maria. Gavilan. Kontrollon topin ndërkohë. Diego Castro për gabon tërësisht. Nuk u kuptua qartë se çfarë kërkoi të bënte. Krosonte në zona apo të godiste portën nga i pozicion. Edhe 10 minuta në këtë pjesë të parë, dominimi Realit Madridit. 2-0 rezultati, por asnjë goditje drejt portës nga ana e Getafes. Topin e qendër, Kolunga kërkohet. Ka ndryrë Sergio Ramos. Xabi Alonso. Psuar një goditje në kontaktin error me Pedro Leon. Megjithatë është ngritur Xabi Alonso. Topi në krahun e djathtë. Valera. Kërë paregun dhe Marcelos, goditje dënimi.
Xabi Alonso. Topi prapa për tek Sergio Ramos, më pas Pepe. Modric rrotullohet në mesin e fushës, i ndjekur nga Juan Rodriguez. Arbeloa përsëri Modric, është rrezuar, ka faull nga Juan Rodriguez. Gabon në këtë moment pasi nuk kishte shumë alternativa. Modric arriti t'ia rrëmbej këtë goditje dënimit, marrë karton e verdh madje Juan Rodriguez. Në shkohet Juan Rodriguez me karton e verdh. Është i pari në këtë ndeshje. Për skuadrën e Getafes pra. Di Maria. Topi për Xabi Alonso. Provohet pasimi drejt Modric. Nuk e preku asaj topin as portieri Moja. Edhe në moment i pozicioni ishte i pa rregull ti Modric. Ato tentativë të tij. Sergio Ramos. Topi për tek Arbeloa. Pepe. Provon pasimi përpara drejt Benzema, ndryrë me kok Alexis. Xabi Alonso sposton lojën në krahun e djathtë për tek Bale. 1-1 me Vigaraj. Bale provon drejt fundores. Bale nuk arrin të krosojë me djathtën. Edhe një lëvizje e Gareth Bale. Se vedet ka patur dhe devijim. Goditje nga këndi është Modric. Minuta 40 në këtë pjesë të parë, 4-2 goditje nga këndi, 2-0 rezultati i ndeshjes. Golat e Ese Rodriguez dhe Benzema. Topi prapa për tek Arbeloa. Krosimi drejt zonës. Me kok Juan Rodriguez, por ka dhe një faull në zonë. Goditje dënimi në favor të Getafes. Përgjithsisht Real Madridi në këtë periudhë është një skuadër që pëson pak gola. Rregulluar goxha mbrojtje madrilenët, sidomos pas ardhjes së Xabi Alonso. Ndërkohë shohim këtë kundërsulm. Di Maria, pasimi përpara për tek Ese Rodriguez. Provon krosimin. E ka prekur topin Lisandro Lopez. Goditje nga këndi. Të vetë godiste vet Ese Rodriguez. Këndi është Di Maria. Pasimi vjen në qendër zonës. Ka nxjerr topin vet jashtë. Valera këtë radhë. Përsëri goditje këndi. Tjetër krosim, Sergio Ramos. Është ka prekur topin me dorë, por jep mundësinë e kundërsulmit Getafes gjyqtari Marcelo. E largon në rivën e ansore.
topin përsëri Marcelo. Nuk ka rrinë dot të shmang kundërshtarin, ndoshta e teproi Lyn Juan Rodriguez. Rimer topin përsëri Reali. Faul tani. Goditje dënimi. Ndryrje pa rregull ndaj Marcelos, i cili kërkon ndjes për vonesën e lojës. Teproi disi me mbajtjen e topit. Nuk ka rrezikuar skuadrën. Sa kjo është një prekja me dorë Sergio Ramos. Mbajtja e topit 53%, Reali Madridit 47, Getafe në këtë pjesë të parë. Dominim më i lehtë i Realit Madridit në mbajtjen e topit, por ndeshjen e ka tërësisht me kontroll. Dhe po e zgjidh me sa duket me shumë lehtësi. Ajsa kundërshtari nuk ka bërë asnjë goditje në port. Sergio Ramos e ka marrë topin përsëri. Provon të ndryshoj Crown drejt Bale në kontakt me Vigarain. Riverensore. Edhe 2 minuta lojë. Benzema. Ka humbur topin Diego Castro, nuk ka faul. Arbeloa. Ka ndryrë sakt Modric. Sposton topin në krahun e majt tek Marcelo. Kalon mja bukur Gavilan. Arbeloa. Alonso. Modric. Ka humbur topin por Rimer përsëri Real Madridi me Bale. Pasimi përpara i tij është i dobët. Vigaray. Shmangur dy kundërshtar, Vigaray niset përpara. Pedro Leon është në qendër. E mban topi Vigaray, ka një hap të mirë. Pasimi për te Kolunga. Ka kërcyer topi përsëri në zonë. Krosimi vjen Diego Lopez. Tani ta kontrolloi pa probleme. Edhe një lëvizja e Marcelos ndaj Gavilan, por më pas nuk arriti dot ta kontrolloj topin. Benzema. Kom përpara Di Maria, bllokohet nga Lisandro Lopez. Diego Castro. Topi në djath për Pedro Leon. Simi përpara Sergio Ramos, në ryn. Alonso. Rrezikuar disi, por ka faul. Janë Gavilan ndryrja. Edhe një ndryrja. Niset Bale në krau tjetër, ka mundësi Bale. Tre lojtarëve Bale nuk gjen momentin për të goditur. Por gjyqtari ka vendosur ta mbyll këtu pjesën e parë. 2-0 rezultati në derbin e Madridit mes Getafes dhe Realit Madridit. Një dominimi i skuadrës Ancelotit që shënoi shumë shpejt që në minutën e 5 me Ese Rodriguez dhe më pas